Qeveria ka planifikuar që përgjatë viteve 2026-2028 paketa e fertilitetit të vazhdoj me fond rreth 37.5 milion lek në vit dhe objektiv rreth 200 çifte përfituese. Synimi i programit është të ulë barën financiare për çiftet dhe të rrisë aksesin në një shërbim që në privat mbetet i shtrenjtë dhe shpesh kërkon më shumë se një tentativë. Në terma mesatar buxhetor, mbështetja në letër del rreth 187.5 mijë lek për çift, por të dhënat e monitorimit për vitin 2024 tregojnë se kostoja faktike për njësi ka rezultuar rreth 326.971 lek për çift, me rreth 30 çifte dhe rreth 9.8 milion lek shpenzime faktike. Krahasuar me tregun privat, diferenca është e madhe. Kostoja e një cikli fertilizimi in vitro në Shqipëri shkon rreth 4-5.000 euro, bashkë me analizat dhe medikamentet, dhe nëse procedura përsëritet, paguhet sërish. Vetëm medikamentet e stimulimit mund të variojnë gjerësisht. Praktikisht për një çift që ka nevojë për 2-3 tentativa, bara financiare në privat mund të shkojë në 10.000 euro, ndërsa programi publik synon ta ulë këtë barrierë për një numër të kufizuar përfituesish. Nga ana e përfitimit social, programi krijon akses për çifte që përndryshe nuk do ta përballonin dot koston, por filtron edhe përmes kritereve si mosha e gruas, që nuk duhet të kalojë 42 vjeç, si dhe kërkesa mjekësore për rezervën ovariale, parametrat e spermogramës, BMI e të tjerë, si pjesë e mekanizmit të referimit. Kjo e bën programin më të targetuar, me qëllim rritjen e shanseve të suksesit dhe përdorimin më eficient të fondeve. Sa i takon rezultateve, nga viti 2024 bëhet fjalë për mbi 160 përfitues dhe norma suksesit të shtatzanive që variojnë nga 42 në 55%. Ndikimi kryesor për përfituesit mbetet kursimi i kostos së ciklit dhe reduktimi i pabarazisë së aksesit, veçanërisht për çiftet që nuk kanë mundësi ekonomike ta realizojnë procedurën në klinikat private.